Nga tjeta Piskut, si jeni? Po, zotri, përshëndes. Mirë, Si jeni? Mirë. Neve jetojmë larg dhe ju ndjekim. Ku jetoni? Nga YouTube, në Chicago. Chicago. Edhe... E ndiqni kanalin Pisk atje? Po, e ndjekim, na pëlqen shumë, se kam që problematika më të ndryshme të shumë bukur. Edhe, kur ju pash tu tani... Kur ju pash tu tash i thash, ti përshëndesje, po ti... Faleminderit. Deshi të merri intervistë. Dhe jetoni prej vitesh në Chicago, në kam diku tek 9 vjetë. 9 vjetë? Po. Tani jeni rikthyer për pushime, po... Ishme vetë për një javë, kishim ta probleme, kështu erdhëm këtu. Si duket Shqipëria? Tirana është shumë e bukur, pallate shumë të bukura, po vetëm trafiku është skandaloz. Është skandal. Po ne gjithmonë e krahasojnë Tiranën, thonë që Tirana, ka trafikun, por edhe nëpër botë, në Chicago, në Amerikë... Nuk ka rregull në trafik. Nuk ka rregull. Hyn para, mbrapa, hyn kështu edhe është problem jashtëzakonisht i madh. Komunikacioni është problem, vazhdon. Skandal. Fare njerëzit vetë nuk janë të përgjegjshëm që të mbajnë një lloj rregullit, ndjekin njëri tjetrin, po hyn radhë pa radhë, dalin përpara, është nuk respektojnë njëri tjetrin. Jo, nuk respektojnë trafikun, rregulloret, njëri tjetrin, janë çdo gjë. Pastaj këtu nis ajo që fillojnë kanë problematika në marrëdhënie me njëri tjetrin. Po, direkt shkruajnë, e kemi dhe është problem. Po për sa përket standardit ose unë desha të them që Tirana është jashtëzakonisht e bukur, është bërë shumë e bukur. Është bërë me rregull, siç është ndërtuar tani? Mirë, vlen të ka diskutim kjo gjë. Ka diskutim kjo pjesë. Po. Kurse këtu qendra është bërë shumë e bukur, periferia ka. Po jetesa është shtrejt për kaq sa keni jetuar, nuk e arrin ta kuptoni tamam, po. Çmimet janë njësoj si atje. Si në Amerikë. Po. Kurse pagat janë shumë të ulta. Pse ne vetëm për ta mbyllur të ndjes që mora kohë duhet vlerësoja për atë që përderisa ne ndiqnim, po jeni edhe ju pjesë e këtij kanalit Pisk, siç është edhe puna, situata Pisk. Pse shqiptarët kur dalin jashtë në Amerikë ose në vende ndryshme të Europës, përshtaten për vendin atje. Në Shqipëri nuk e bën të njëjtën gjë. Po është ligje më bab që i rregullon gjithë. Po jo, nuk respektohet. Nuk respektohet, thjesht është i shkruar. Zotëri, të falenderoj, përshëndes. Shëndet gjithë të mira. Të uroj shëndet edhe të gëzoni jetën. Faleminderit shumë. Jeni mirë, mirupafshim.